I mori jetën në mënyrë makabre Ilaria Sulës, i riu Filipinas, del para gjykatës çfarë pritet të ndodh. Në 12 nëntor, në gjykatën e krimeve të rënda në Tribunalin e Romës, do të mbahet gjyqi ndaj Mark Anthony Samson të riut, që ka kryer vrasjen makabre të ish të dashurës së tij, 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula. Ngjarja tronditi në fund të marsit, kur e reja shqiptare u godit me thik në apartamentin e familjes Samson në Rom, dhe më pas u braktis në një valixhe në një shkëm në periferi të kryeqytetit italian. Samson akuzohet për vrasje të qëllimshme me rrethana rënduese të paramendimit, motive të kota, marrëdhënie emocionale me viktimën dhe fshehje të kufomës. Ndërkohë, nëna e Samsonit, e dyshuar për bashkëpunim në fshehjen e trupit, do të dalë para një gjyqtari në 28 nëntor për seancën paraprake dëgjimore. Për të është kërkuar një dënim prej 2 vitesh burg, kërkesë që do të shqyrtohet për të pranuar ose jo. Giuseppe Forza ka mbërritur në Rom për seancën e parë. Ata janë thellësisht të tronditur, por thonë se besimi se drejtësia do të vihet në vend është i vetmi motiv që i mban në këmbë. Në sallën e gjyqit do të jenë të pranishëm familjarët më të afërt të vajzës, prindrit, vllajt, xhexhollarët dhe të afërm të tjerë që kanë udhëtuar nga Terni për të ndjekur procesin. Seanca do t'i kushtohet kryesisht verifikimit të pranimit të palëve civile, përveç familjes Sula, që përfaqësohet nga avokati Sforza. Kërkesë për t'u paraqitur si palë civile kanë bërë edhe Universiteti La Sapienza, ku studionte Ilaria, si dhe disa shoqata që mbrojnë viktimat e dhunës. Gjykata do të shqyrtojë legjitimitetin e këtyre kërkesave përpara se procesi të vijojë me rindërtimin e plot të orëve të fundit të Ilaria Sulës, një histori e dhimbshme që ka tronditur opinionin publik në Shqipëri dhe Itali. Në sallën e gjyqit pritet një atmosferë e rënduar, ndërsa detajet e vrasjes së 22 vjeçares do të rikthehen përpara tokave të zeza dhe familjarëve që ende kërkojnë forcë për të përballur tragjedinë.